Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Produksioni del me njoftim zyrtar. Ja çfarë pritet të ndodh sot. Pas një jave të mbushur me dinamika të forta, debate të ashpra dhe një eliminim i papritur, firma po bëhet gati për një tjetër natë të nxehtë televizive. Së fundmi, faqja zyrtare e formatit ka publikuar në rrjetet sociale promon përmbledhëse të spektaklit të radhës, duke paralajmëruar zhvillime kyçe për rrugtimin e banorëve. Në njoftimin e shpërndarë theksohet se dalja e Adit dhe incidentet e bujshme të spektaklit të fundit kanë sjellë një tronditje të vërtetë brenda fermës. Në qendër të vëmendjes mbetet padyshim Fabiola Elezaj, e cila pas fjalorit ofendues të përdorur pak ditë më parë, do të përballet me pasojat e veprimeve të saj. Sipas promos, ajo ka marrë një masë disiplinore nga Agaj, e cila rrezikon seriozisht qëndrimin e saj të mëtejshëm në garë. Fati Olës i është besuar plotësisht audiencës. Mbetet për të parë sot se cili do të jetë vendimi i publikut nëpërmjet televotimit dhe si ky verdikt do të ndryshojë balancat dhe dinamikat e bashkëtesës në ditët në vijim. Për të zbuluar të gjitha të pathënat dhe vendimin përfundimtar, spektakli i sotëm është në orën 9 të darkës në ekranin e Vizionit ose në platformën YouTube.